Teatri Kukullave në Vlorë nis turin pranveror, teksa këtë të shtunë në skenën në Pallatin e Kulturës Llabëria është ngjitur për publikun shfaqja e dytë e këtij turi, Princi Bretk. Regjizori Eduard Ismaili tregon se deri në fund të muajit prill do të ketë të tjera shfaqje të cilat do të ngjiten në skenë. Sipas Ismailit, Teatri Kukullave do të jetë i hapur për të vegjëlit çdo të shtunë në orën 10, duke ngjitur në skenë shfaqje të ndryshme. Tepër i kënaqur, shprehet Ismaili edhe mbi pjesëmarrjen e publikut edhe në shfaqjen e dytë, ku tregon se të gjitha biletat u shitën dhe salla ishte e mbushur. Kemi filluar një tur pranveror. Kjo ishte shfaqja e dytë, shfaqja e parë ka qenë datën 15, ishte e bija e ënës dhe e diellit. Sot ne vazhdojmë me Princin Bretk, kjo do të vazhdojë deri nga fundi i prillit. Pastaj ne do edhim në skenë në shfaqjen e re premier që po punojmë. Kështu që çdo të shtunë fëmijët në ora 10, Teatri Kukullave është hapur për ta, mund të vinë me një bilet minimale 100 lek. Kështu që sot ishte goxha pjesëmarrje, ne e dham me 2 orare. Të dyja ishte sold out, ishte full, dhe shpresojmë që edhe në ditët në vazhdim, në javët e tjera të jetë pothuajse e mbushur salla. Do të ngjiten në skenë krahas shfaqjeve të transmetuara më parë, edhe shfaqje të reja. Janë shfaqje që ne i kemi dhënë dhe po i rikthejmë disa nga shfaqjet, përveç shfaqjet e fundit që janë shfaqjet e reja. Do të jenë deri nga datën 19 prill, mund të jetë deri datën 26 prill, po e themi pastaj në fillim të majit ne do të edhim në skenë shfaqjen e re, premierën e re, pastaj fillojnë festivali i Pogradecit, janë disa ftesa që Teatri Kukullave ka dhe për në Kruj, ka për në Dibër të Madhe, por do të shikojmë apasapi gjërat. Mendojmë që pjesëmarrja sot na la të kuptojmë që javët e tjera do të jenë edhe më të ngjeshura, sepse sot ishte me 2 orare. Sa më shumë të jepet, faleminderit e ju si televizion, duke e shfaqur, njerëzit e dinë që Teatri Kukullave është hapur çdo të shtunë, kështu që do të ketë besoj pjesëmarrje edhe më të madhe. Regjizori Ismaili tregon edhe disa prej mesazheve që kanë për qëllim të transmetojnë tek të vegjëlit shfaqjet e Teatrit të Kukullave, mesazhe aktuale dhe tepër edukuese për brezin e ri. Po, për shembull, Princi Bretk sot ishte për fjalën e dhënë. Fjala e dhënë duhet mbajtur dhe donim që edhe fëmijët ta kuptonin iden. E bija anës dhe diellit ishte prap dashuria për Adeun, ishte dashuria midis djalit dhe vajzës, dashuria për të bukurën, për natyrën, kishte diçka. Pastaj kemi Princesha mbi bizele javës tjetër, pastaj kemi Peshku i artë diku nga mezi i prillit, kemi dhe prap të rikthehen Kësulkuqja, e bija anës dhe diellit përsëri, duke ardhur deri nga fundi i prillit do të jenë këto shfaqje. Teatri Kukullave, ndryshe nga më parë, do të ketë edhe sallën e tij të dedikuar enkas për këto shfaqje. Një sallë që sipas regjizorit Ismaili është më e vogël në kapacitet, por më tepër komode, jo vetëm për publikun, por edhe për vetë aktorët. Po, është më komode dhe për aktorët, po dhe për njerëzit. Është pak e vogël, normale sepse është diku tek 60 vende, por shpresojmë që duke bërë me 2-3 orare ti kënaqim që të gjithë. Ne nuk është se edhe po të kemi shumë prurje njerëzish, gjithmonë do të jemi në shërbim, edhe fëmijët do të rinë 5 minuta sa të shklodhen dhe pastaj mund të japim 3-4 herë, nuk është problem për ne. Rëndësi ka që fëmijët të vinë të argëtojnë. E bija e ënës dhe e diellit, Princi Bretk, Peshku i artë, Princesha mbi bizele, Kësulkuqja janë disa prej shfaqjeve të cilat do të vendosen në skenë për gjatë gjithë muajit prill për të vegjëlit e qytetit të Vlorës. Jo vetëm këto shfaqje, por do të ketë edhe shfaqje të reja, të cilat do të zbulohen në vimësi.